Një Kosovën me falë pasolit. Ka kolmi. Në qeverin Kurti kem 2 njohje. E ka njohë vetë Albin Kurti Republikën e Kosovës dhe Kenia. Ama Kenia nuk e ka njohët me punën e Kurti dhe qeverisë Blerëm Gashit, edhe Donika Gërvalës, sepse ajo e kam shelë me përjen, por me meritat dhe me meritat fatlume, që duhet më ju, në mënë me thonë, falenderë si qytetari Kosovës Begjet Pasolli. Po, Begjet Pasolli, po mirë dhe, pra e kështë falenderuar... Pa adin që a i kanë po Begjet Pasolli këta njerëz që 5 jetëve kushtim. Adin me. Pegje Larselqës në qeverin e parë, edhe te Donika Gërvala që edhe te disot eksponent soj që kanë akuzu për shimjen vrasje. Po. Lajmi mirë, Gash. Po, lajmi mirë, një reakcion pak... Modok i presidentës Osmani ka mujt pak një falimderim pak ma dinitoz mi abo zotit Pasolli. Kryeministria ja kështë e bërë, kam përshqipjen. Ka ju pëlqej, ishte korekte dhe ishte mirënjohëse, ta themi. Ky puna mungesës mos mirënjohëse dhe mungesës e falimderimit tek shqiptarët në Kosovë dhe tek shqiptarët përgjithësisht e kombëjon, po mdo këto po është pak problematike. Zoti Pasolli ka kry punën. Kenia është Gjermania e kontinentit Afrikan, edhe është qendra madhe, është një njohje mëse nevojshme edhe një kontribut i jashtëzakonshëm i zotit Pasolli për nder të Kosovës. Okej, këtu përmbyllet kjo pjesë, edhe duke falenderuar edhe Matoshin edhe Gashin, edhe me Matoshin edhe Gashin i kujtoj